Por unë këtu para jush, në mënyrë të përsëritur, kam denoncuar plaçkitjen nga familja e tij, e ndjera nën e tij dhe vllau i tij, natyrisht bashku, të njerit për kanjoneve më të bukura të botës, kanjonit të Gjipes. Kanjoni Gjipes rrjeshtohet në 20 kanjonet më të çmuara të planetit. Ky baloz i zi i pangopur i vuri syrin kanjonit Gjipes. Dhe kur unë ngrita problemin, mashtroi shqiptar dhe u tha se ato toka janë diku atje maj malit të kolekave. Ju kujtohet apo jo, kur bënte me dorë si i çmendur? Në një kohë kur dhe janë të gjitha mbi rrugën automobilistike, në një kohë kur kanjoni është buzdetit. Dhe për këtë Edi Rama, vetëm se paraqita kanjonin, një hotel të ndërtuar në Formure, që e denonte me vdekje kanjonin, se ishte me ngjyrë të bardhë, ky tani thot hoteli është, po do t'jeti qelqët. Tani mban librin të fshehur, sepse mban pronat e tij. Urdhroni. Në Livadë Himars, libri liston Livadë Resort, një projekt 242 metër katror. E glabroi Livadë, iku Livadë. Livada është, kush nuk e njeh, është ajka, është kurora më e bukur e territorit të qytetit Himar, në gjithu. Tani na del Gjipea, një nga plazhet më të veçanta të jugut, e zbriti nga mali Koleks, buzë në plazh tani. Shfaqet për e gorgeous, e më në dhe vetë. Male aty pak edhe 10 minutë. Një hotel prej xhamin mbi kanjon. Projekti top sekret, nuk ka zhvillues. A nuk paraqita këtu unë, para një jave, Blersin pak shitës, a ju kujtohet, për në Vuno, 15 metër katror tokë të blera nga Salvador Aliu. Salvador Aliu, një qytetar trafikant nga Elbasani apo nga Kavaja, nuk di nga është, por se nga kush e bleu Salvador Aliu, top sekret. Paraqitëm këtu kartelat e parcelave, 3 parcelave, të cilat kishin Blersin, po jo Shitsin. Shitsi jo. Dhe faktin tjetër, se i ndjeri Artan Lame 5 ditë pasi paraqiti hartën e Vunoj, në të cilën ai territor i bler nga Salvador Aliu figuronte tokë publike.
dhe pas 5 ditësh, Artan Lame shkarkohet me njëherë nga detyra. I ndjeri, pas pak vdiq, por ai nuk pranoj. Duhet jemi të vërtet, nuk pranoj të regjistroj as kanjonin e GPS, as tokën në Vuno, si pronë private. Të Edi Ramës, nuk pranoj. Jo, ishte tokë publike. Tani vazhdojmë, pris një minutë. Gorë. Projekti nuk ka zhvillues të emërtuars, nuk e thot atej, top sekret. Dhe mu më ka pa dit, pse unë kam paraqitur para jush fotografi e kanjonit me një hotel si Ur. Nuk tregon ku do projekti nuk ka zhvillues të emërtuar dhe nuk tregon ku do ndërtohet, por mbetet i listuar në faqet e librit.